Të ardhurat e realizuara shtesë brenda vitit të kaluar më së voni deri më 15 mars duhet të paraqiten në drejtorinë për të hyra publike. Çdo qytetar obligohet të paraqesë tatimin personal dhe të ardhurave të tjera të realizuara nga viti paraprak, duke dorëzuar flet paraqitje vjetore për tatimin personal. Qytetarët të cilët vitin e kaluar kanë realizuar të ardhurat të tjera shtesë për skajrogës, pensionit, veprimtarisë bujqësore së ndonjë aktiviteti tjetër të banvarur, të dorëzojnë deri tek drejtoria për të hyra publike flet paraqitje vjetore për tatim personal. Çdo qytetar obligohet të paraqesë tatim personal dhe të ardhurave të tjera të realizuara nga viti paraprak. Nga njësia tatimore në Gostivar, rikujtojnë qytetarët se kanë mbetur edhe pak ditë nga përfundimi i afatit ligjor për paraqitjen e tatimit personal. Paraqitja e tatimit vjetor është pa pagesë dhe formulari mund të merret edhe në web faqen e drejtorisë për të hyra publike edhe në sportelet e administratës. Obliguesit tatimor, në qoftë se në afatin e parapar nuk do të dorëzojnë flet paraqitje vjetore për tatimin personal, do të përballen me gjop. Për mosdorëzimin e tatimit vjetor në kohën e përcaktuar është parapar dënimi prej 500 deri në 1000 euro. Gjop gjithashtu do të kenë edhe obliguesit tatimor që në drejtorinë për të hyra publike do të paraqesin flet paraqitje vjetore me vlerë më të vogël se të ardhurat reale të realizuara gjatë vitit paraprak, thonë nga njësia tatimore në Gostivar. Për obliguesit tatimor që kanë realizuar të ardhurat rregullta nga rroga, pensioni, veprimtaria bujqësore apo ndonjë aktivitet tjetër të pavarur, nuk obligohen të dorëzojnë deklaratë në tatimin vjetor.